E kuptuat energjinë që vjen nga London School of Economics në Universitetin Luarasi. Sigurisht unë nuk mund të flas me tietin temp. Dua të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, shkëlqyesin e tyre, ambasadorët që na nderuan me pjesëmarrjen e tyre, përfaqësuesit e ambasadave, por në mënyrë të veçantë dua të falenderoj kryetarin e kuvendit, zonjën Spiro Pali, e cila ndodhet në një moment të vështirë, siç ndodhen gjithë politikanët shqiptarë në këtë periudhë, që është tmerrsisht e ngarkuar, kështu që vlerësoj shumë praninë tuaj. Kjo prani është mbështetje për ne dhe inkurajim për ta çuar universitetin ton akoma më përpara. Sigurisht, kjo ditë është e veçantë për Luarasin. Krejt e veçantë, po jo vetëm për Luarasin, për gjithë arsimin e lartë shqiptar. Është një aktivitet që rezonon tërësisht me politikat e qeverisë shqiptare në fushën e arsimit lartë për periudhën deri në vitin 2030, politikat të cilat janë deklaruar nga kryeministri i vendit para afërsisht 20 ditësh dhe Ministria e Arsimit, ku një nga shtyllat kryesore është ndërkombëtarizimi i universiteteve shqiptare. Ne, por jo vetëm ne, edhe shumë universitete tjera shqiptare kanë kohë që kanë filluar këtë proces. Aq sa sot në universitetet tona ka më shumë se 150 programe në gjuhën angleze. Nuk është universiteti i parë që vjen në Shqipëri, ka dhe universitetet huaj që kanë ardhur, por mendoj se nuk ka një universitet më cilësor, me emër më të madh, me përvojë më të madhe se sa Universiteti i Londrës dhe praktikisht London School of Economics apo Londra Shkolla Ekonomike e Londrës. Shpesh i ngatrojmë dhe themi, po mirë, për Shkolla Ekonomike e Londrës apo është Universiteti i Londrës. Universiteti i Londrës është një nga tre universitetet më të vjetra britanik, i themeluar qysh në vitin 1836. Ndërsa Shkolla Ekonomike e Londrës është themeluar në vitin 1895 dhe rreth Universitetit të Londrës janë grupuar 17 universitetet të tjera, të cilat funksionojnë së bashku dhe kanë umbrell Universitetin e Londrës. London School of Economics është një prej 17 universiteteve që bëjnë pjesë në këtë entitet apo organizim që quhet Universiteti i Londrës. Po nuk është një emër, është një histori e tërë, jo vetëm për përvojën e jashtëzakontë të këtij universiteti, por është një universitet i cili rrezaton gjithë botën. Impakti i tij global është i jashtëzakonshëm. Të gjitha universitetet i grupohen në Universitetin e Londrës, sot profesorët e nderuar mund ta dinë më saktë, por mund të ketë 220 deri në 230.000 studentë, nga cilët 40 apo 50.000 janë në distancë, si duhet edhe Universiteti ynë Luarasi. Dhe shpresoj që këtyre studentëve në tetor të shtohen dhe studentët që do regjistrohen në 3 programet e reja të studimit. Nuk ka qenë një projekt shumë i lehtë për ne të Luarasit. Kemi investuar shumë mund, shumë për kushtim, por jo për mungesë vullneti politik këtu në vend, po për fajt legjislacionit tonë të ngurtë. Ky projekt ka kaluar përmes vështirësive të jashtëzakonshme. Ai është kthyer një herë dhe ne kemi qenë shumë të dëshpëruar. Por fatmirësisht e rimorëm përsëri dhe patëm mbështetjen e plot të Ministrisë së Arsimit, të zonjës ministre Rogerta Manasirliu, e cila megjithëse nuk ndodhet tu duhet ta falenderoj për kontributin, dhe veçanërisht kryeministrit të vendit, zotit Edi Rama, të cilin e kam takuar personalisht dhe i kam folur për projekt, dhe ai më njëherë më ka thënë mos më shpjego çfarë Shkolla Ekonomike e Londrës, se e di shumë mirë, dhe ky projekt do të bëhet. Dhe ku jemi sot,
Ky projekt është vënë në lëvizje. Dhe për ne është një gjë e të vërtet shumë e rëndësishme. Gjithçka fillon nga idetë. Dhe ideatorja këtij projekti ka qenë presidentja e universitetit, zonja Fabiola Isembelliu, e cila është produkt i London School of Economics. Kur na ka shpjeguar këtë ide, unë vetë nuk e kam besuar në fillim se do të mund të bësh realitet. Por me shumë përpjekje, me shumë këmbgulje, dhe jam habitur me gatishmërinë e lartë që kemi gjetur nga pala britanike. Problemi nuk qëndronte tek ata, qëndronte këtu tek ne, tek shqiptarët. Ndaj dhe Ministria e Arsimit, në politikat që ka shpalosur, do të rishikoj ligjin e arsimit lartë për ta bërë më fleksibël, për të dhënë mundësi universiteteve prestigjioze që të vinë edhe këtu në Shqipëri. Dhe besoj se jemi me të vërtet në rrugë të mbarë. Ashtu si kundër ka bërë Universiteti i Londrës, që ka grupuar gjithë universitete, edhe ne kemi mbjellë një farë të vogël që ka mbirë, ka lëshuar gjethe dhe po ecë. Kjo është liga e sipërmarrjes në arsimin e lartë, e cila grupon aktualisht 12 universitete. Kjo ide ka lindur në vitin 2017, e kemi rimarrë sërish, i kemi dhënë jetë, ne do të donim që ligji i ri i arsimit lartë të pranojë organizime të tilla, siç i pranon edhe ligji britanik. Ndërkombëtarizimi i universiteteve është një fjalë e madhe dhe ka shumë aspekte brenda tij. Një nga aspektet kryesore është ndërkombëtarizimi i universiteteve duke i hapur rrugën studentëve të huaj që të vinë në Shqipëri. Dhe është pikërisht ky organizim i ri, i cili ka gjetur mirëkuptimin e Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Jashtme, një punë, do thoshja, e shkëlqyer e komunikimit midis universiteteve tona dhe institucioneve shtetërore, dhe praktikisht pardje kemi mbyllur diskutimin për projekt vendimin që lehtëson vizat për studentët e huaj. Kolegët tanë britanik e dinë se sa student huaj kanë Britaninë e Madhe. Është vendi i parë në Europë. I kemi studiuar statistikat e Britanisë së Madhe për studentët e huaj, por dhe praktikat e pranimit studentëve të huaj, politikat shumë aktive, shumë fleksibël që bëjnë për të pranuar studentë huaj. Deri tek gjetja e vendeve të punës tyre duke i punësuar, dhe nga statistikat rezulton që nuk e di se sa kryeministra në botë janë bërë pikërisht nga studentët që kanë jetuar dhe studiuar në Britaninë e Madhe. Ashtu siç Universiteti i Londrës kanë nxjerrë 5 kryeministra të Britanisë së Madhe, nëse nuk jam gabim. Nuk e di, kanë nxjerrë dhe monark, ka dhe një numër të pafund çmimesh Nobel, dhe ne duam të përfitojmë nga eksperienca e atyre që kanë tradit më shumë dhe provojnë më shumë se sa ne këtu në Shqipëri. Jemi në rrugë të mbarë. Sot që po bëjmë të aktivitet, në fakt të gjitha universitetet janë duke promovuar programet e studimit përmes panairit Work and Study, i cili zhvillohet në të gjitha qarqet e Shqipërisë. Unë kam marrë pjesë në disa prej tyre, por në mos unë, kolegët e mi, kanë qenë pranishëm dhe kam parë një interes të rritur për programet e studimit që hapin për London School of Economics. Unë jam shumë optimist, nuk më gënjen intuita, jam i bindur që auditoret për 3 programet e studimit do të mbushen shumë shpejt, nuk jam kaq agresiv, por ishte vendosur në pozicion të keq. Jam i bindur që do jenë programe suksesshme. Duhet t'ju them kolegëve britanik, këtyre 2 zotrive që janë këtu, të cilët kanë qenë katalizatorët kryesor të këtij projekti në Britaninë e Madhe. Unë do doja t'ju ftoja të gjithëve që të bëjmë një duartrokitje për ta, që janë treguar të palodhur dhe që na dhanë mundësinë që ta sjellim këtë projekt deri në këtë moment që po flas.
Dua të siguroj që jeni në një universitet, si Universiteti ynë, Luarasi, që sot është një emër i vlerësuar, i nderuar, një universitet që është rritur gradualisht ndër vite. Unë besoj se kam një 7 vjetë po drejtoj të universitet, ndoshta kam hyrë në 8-in, dhe po jo them me siguri që ky universitet është rritur 400% me studentë. Ishte një kolegj i thjesht, me më pak se 500 studentë, ndërsa sot është një universitet i nderuar, një emër i madh, një universitet solid, që ka arritur gati 2000 e ca studentë. Ne jemi bindur që do vijë duke u rritur. Ne jemi partner serioz dhe do bëjmë gjithçka që këtij projekti të japim jetë dhe të jetë i suksesshëm. Nuk duhet zgjatem më tepër. Ju falenderoj të gjithë që keni parë pjesë në këtë ceremoni, por doja që të merja dhe 1 minutë ose 2 minuta kohë të drejtohem të gjithë shqiptarëve, të gjithë atyre që ndjekin këtë seancë drejt për drejt, live, nga auditorët e Universitetit Luarasi. Të kenë besim të ky universitet, të zgjedhin programet e studimit të këtij universiteti, të zgjedhin programet e studimit të London School of Economics. Një vajzë e interesuar në Berat, më thanë, profesor Bundua më ka dëshmuar, e cila është me notë mesatare 10.00 që nga klasa e parë e deri në fundin e gjimnazit, ka shprehur dëshirën që të studiojë në një nga programet tona të studimit të London School of Economics. Dhe unë jam i bindur që do ketë shumë e shumë të tjerë, jo vetëm nga Shqipëria, por dhe nga rajoni, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi. Kini besim tek ne, siç keni patur deri më sot, ju na keni besuar gjën më të shtrenjtë fëmijët tuaj, ne i keni prur maturant, dhe ne u kemi nxjerr profesionist, dhe me diplomën e këtij universiteti janë të nderuar dhe dyert hapen më kollaj se me ndonjë lloj diplome tjetër. Në fund fare, për ta mbyllur, dua të bëj një falënderim të veçantë për presidentin e grupit Hysem Belliu, për Irfani Hysem Belliu, i cili kur e mori Universitetin Luarasi, ishte një universitet shumë i vogël, kishte gati 300 studentë, e porositën që të mos ta merrte, se do dështonte. Por Irfani s'para njeh dështimet. E mori universitetin, e rriti me shumë kujdes dhe me shumë dashuri. Dhe një universitet nuk është një ndërmarrje fitimi, por në fundit është një filantropi. Është e vështirë që biznesmenët të nxjerrin lek nga xhepi për t'u dhënë të tjerëve, por ky zotnia me fizikrinë e tij ka nxjerr ndoshta qindra mijëra euro ndër vite me busha studimi për ata që janë ekselent, për ata që janë nevojë, për ata që janë të talentuar, dhe jam i bindur që kjo politikë do të vazhdojë edhe nesër. Faleminderit, zoti president.